Përshëndetje miq të emisionit Sfida Rinore. Së bashku në këtë prezantim do të jetë me mua miku im Nikola Tesla dhe bashkë me mikun tim do të prezantojmë dy fëmijë të mrekullueshëm, adoleshent më saktë, të cilët vinë nga shkolla Muhamet Gjollesha në Lazarat. Duhet ta theksojmë, është një shkollë e cila po nxjerr shumë talente dhe fryma e të rinjve që po përcillet është një shembull për të gjithë ne. Atëherë prezantojmë dhe të ftuarit tanë. Ky është Rodeni dhe Luciana, apo jo? Po. Mirë se erdhët në emisionin ton, edhe mbreti këtu miku im ju prezanton. Atëherë, pyetjet fillojmë tani. Atëherë, Roden. Po. Kur e mbajte për herë të parë lapsin apo penelin për të pikturuar diçka me dashuri? Le të themi duke u nisur që nga klasa e parë, 7 vjeç. Atëherë kam menduar dhe kam thënë që babai po na ka i trashëguar të kupton. Po. Kjo është. Atëherë, për ty, piktura më e veçantë dhe ajo më e vështira për të pikturuar. Në moshën 13 vjeçare, në mos gabojmë po. Kam bërë Mona Lisa. Mona Lisa? Mona Lisa. Ska, jo më burr. Duke kam Ne vetë mund ta prezantojmë. Jo, se kam këtu për momentin, po që e kam bërë Mona Lisa. Buzëqeshja si doli? Se tek Picasso e kishte apo jo? Nuk do dalloje. Nuk do të dalloje atëre. Pyetja e njëjtë shkon edhe për ju. Cila ishte herë e parë për ju që të cilët mbajtën në penelin ose lapsin për të vizatuar diçka? Që në klasë të parë. Që në klasë të parë. Dhe piktura që mbani mend, më e bukura për ju. Ka qenë një peizazh natyror. Një peizazh natyror e veçantë. Atëre, Roden, çfarë të frymëzoi të pikturosh për herë të parë? Ishte një ndjesi, një vend apo dikush i veçantë? Kam babain, që babai ka futur frymën në familje dhe artit. Profesori, po. Profesori. Ai ka mbaruar shkollën e mesme për pikturë dhe pastaj do lartën për gjylet e si. Do të thënë ai na ka futur këtë frymën në familje. Dhe kjo është një hap i madh për të vazhduar më para të mbajtur trashëgiminë e familjes. Çfarë të frymëzoi të pikturosh për herë të parë? Ishte një ndjesi, një vend apo dikush i veçantë? Ka qenë një vend, ka qenë një peizazh natyror që më frymëzoi që të pikturoj. Që një peizazh vërtet i bukur besoj. Po. Në atë mendjen tënde që e mrekulli e botës për ty apo jo? Po. Atëre po shoh që këtu në tavolinë keni disa super piktura, po portrete më saktë. Dua të mi prezantoni pak. Kemi të madhin shkenca. Tani ai është bash prezantuesi im. Ky është Tesla, të do ta mbash mbaj. Do ta mbaj unë, patjetër. Faleminderit. Ky është një peizazh. Unë kam qef të vizatoj vetëm bardhëzi në fakt. Ngjyrat si përdor shumë. Kemi dhe vëllezër Thrashi. Samiu. Naimi. Naimi, shpresoj. Ja, është legjenda. Ua super perfeksion. Naimi. Nuk e di domethënë, një bravo e madhe. Faleminderit. Pastaj është edhe Azdreni. Është edhe Azdreni. Shumë. Prit, ka tjetër mos? Po është kjo. Ma gjepsëse. Këto janë. Ka shumë kupton po që kam për një pjesë. Dhe vetëm bardhëzi. Po. Me thënë për pjesën e bojrave nuk është se shumë i tënë. Së bëlqen shumë. Vërtet edhe bardhëzi është më shumë klishe, ke parasysh. Nxjerr më metaforë vizativ. E kuptoj vllai. Cili ka qenë punimi më i vështirë që ke realizuar dhe pse? Mona Lisa. Siç e thash, Mona Lisa. Sepse nuk është vetëm një portret, mund të kishte vizatuar edhe një bark. Po. Që është e vështirë. Mona Lisa sepse ama shumë detaje, kupton? Një më një. Mund ta kem bërë, i mbaj mend e kohën, që 13 vjeç, mund ta kem bërë 3-4 orë besoj. Ulur pa lëvizur fare. Mona Lisa. Shumë e vështirë, 3-4 orë. 3-4 orë pa lëvizur fare. Po për ju? Peizazhi më i bukur? Për mua ka qenë në një vizatim që kam bërë për ditën e nënës, nëna dhe i biri. Edhe një tuf me lule. Duar trokitje. Duar trokitje vërtet shumë e madhe. Atëre, a ka një ngjyrë që e përdor shpesh dhe e ndjen se të përfaqëson, Luciana? Janë të gjitha ngjyrat në fakt. Më shumë do thoja ngjyra jeshile. Ngjyra jeshile, më e veçantë bërtja, për shembull për mua është e kuqja. Po. Ta veçojmë pak, me thënë, ngjyra më pak e dëshiruar nga ty? Më pak e dëshiruar nga unë? Pak e dëshiruar. Roza. Roza?
S'ka mundësi. Po nuk ka Të gjithë mundësi. pëlqejnë ato. Mos të thua që ngjyra e preferuar është roza. Jo. Jo, më gjaf futko. E zezë. E zeza? Po çfarë mund të pikturosh me vetëm të zezë? Le të themi ngjyrë lapsi. Ngjyra Jo lapsi. zezë, ngjyrë lapsi. Ngjyra lapsi patjetër. Zezë gri. A ke ndonjë artist të preferuar që të frymëzon, shqiptar apo ndërkombëtar? Da Vinci. Da Vinci. Da Vinci. Që ka bërë moralist. Edhe unë i thash Picasso, domethënë. E kupton? S'ka. Dhe unë i thash Picasso. Po për ju? Van Goghu. Atëherë, së bashku me punimet e shokut ton, kemi edhe punimet e Lucianës, apo jo? Po. Dua të mi prezantosh pak me atë veçoritë e tyre më të bukura që ka. Kjo këtu është një pejzazh natyror, siç edhe thash mua më pëlqen shumë të pikturoj pejzazhe natyrore. Kjo tregon është një pejzazh natyror ku tregon një ditë vjeshte, është dielli që ka perënduar, është liçeni, këtu janë pemët edhe që pasqyrohen tek pjesa e liçenit. Me çfarë lloj ngjyre është bërë? Është me bojra akrilik. Akrilik, domethënë, jo me dhjami kështu, si Jo, quhet. me bojra akrilik. Është vërtet shumë e bukur të përgëzoj për një punim aq të veçantë. Shumë faleminderit. Është ere e parë që i prezanton nëpërmjet ekranit? Po. Dhe një bravo shumë të madhe sepse nuk jeni të ngurtë. Jeni shumë të çiltër me ekranin dhe ekrani na ndihmon të gjithë domethënë. Ai është shoku jon, ai është miku jon. Gjithsesi. Kjo piktura këtu ma kapi sy, nuk e di, shumë e bukur. Kush kjo? Kjo. Në fakt te kjo do filloja një pikturë tjetër, po nuk më doli, edhe ja futa me të zezë. Mora gjethet dhe i pikturova me të gjitha bojrat akrilik, që të duket si ngjyra ylberi, dhe janë gjethe sikur kanë rënë dhe duket si vjesht. Pse gjethe është? Unë e kujtova si pejsazh për të dashur teleshikues, nuk është. Ua. Vërtet shumë e bukur, të përgëzoj. Kurse ajo pema si quhet? Apo s'është pema ajo? Pemë është. Pemë është. Mund të ma prezantosh pak të lutem? Edhe ky është një pejzazh natyror. Këtu duket nata sikur po agon dhe duket nata me yjet. Është pema, duket ngjyrë roz, nga janë lulet ngjyrë roz, është edhe fusha, është e mbushur me lule. Më fal, mund ta mbaj pak. Ere. Okej, faleminderit. Dashur teleshikues, një krye vepër, domethënë. Është pothuajse reale, sikur ta kem përpara këtë lloj peme. Shumë e bukur, ju përgëzoj. E magjishme. Po një dhuratë mua nuk më sollet, që të më thosh të urdhëro se ti moderatori i emisionit, se kemi edhe atë shoqen tjetër që do na vi pas pak. Ajo është mrekulli, se unë jam çik i ngurtë, se kam çik tukë në ekran. Janë vizatime me ngjyrë lapsi, mua më pëlqen edhe të vizatoj me laps. Kjo është ajo piktura që është bërë për ditën e nënës. Kjo është nëna me të birin, edhe janë edhe lule që i dhurohen nënës në ditën e nënës. Ka tregon me kamerë si shumë dhe shikuesit, ne i kemi pa. Shumë e bukur. Jam shumë i sigurt që Athalia do ma gjetë se po t'i shikonte këto piktura. Edhe do t'i shikoj, mos e vrisni mendin. Kjo është për ditën e mësuesit, këtu janë lulet, është shishja e bojës, janë librat, janë mjetet e mësuesit, është edhe pena që ku ajo shkruan shënimet e saj. Kjo është e bukur. Kjo është shumë e bukur, se po ta shikosh si ku janë vërtet shkrime. Po pra. Shumë e bukur, ju përgëzoj. Një duar rrokitje vërtet shumë të madhe. Shumë. Këtu Mos më thuaj që s'kishte mbaruar. Këtu është edhe ky kali. Këtu do ta shoj kamera. Ky është spirit. E kam parë te këto kukullat me thënë. Ani veç. Ai është? Si ai duket. Apo si ai duket? Si ai duket. Ua, vërtet Kjo shumë e bukur. Nuk kam fjalë. Nuk kam fjalë, vërtet shumë të bukur, keni një talent të mrekullueshëm. Shumë faleminderit. Shumë të mrekullueshëm vllai. Mos e lini pas dorë. Po, mund të vizatoj. Po e patë pasion, po gjë shumë e vështirë. Tani unë nuk është se kam ndonjë talent, me thënë unë nisa për të vizatuar një herë një makinë, kjo është një telenovel shumë e bukur të dashur teleshikues. Unë nisa për të pikturuar një herë një makinë. Edhe doja ta bëja kështu sportive, po se di pse më doli si karroce viteve shtizë më bui dhe ota. Po varet edhe si mendon bursi përse Si- vizatimi nuk Jo del. pra, për shembull, rrotat nuk më dolën si të një makine më shumë. Si punë e vajzës vizatimi nuk del kurrë. E nisi për diçka tjetër, doli diçka tjetër. Po, shumë e bukur, to ma mbyllë gojën. Tu
Këtu më falni të dashur teleshikues, nga sot e tutje, unë nuk do të jem moderatori këtij emisioni kaq të bukur që unë ju dua kaq shumë, po do jetë vllai im tu. Dhe një falenderim më së i madh shkon për profesorin. Pa profesorin nuk do keni, më thënë, nuk do ishit këtu sot. Jo. E përshëndesim. E përshëndesim me profesorin. Atëherë mund të na thoni disa nga kritikat e tij për vizatimin, për ta bërë më Kur flet, ai të godet, domethënë, ai të vjen direkt në mendje, kupton? Nuk të ikën nga mendja fjalët e profesorit. po për ju, Lucy. Kush ka qenë ai profesori i cili ju ka mësuar të hidhni bojën në biflet ose të mbani penelin? Në fakt nuk ka qenë ndonjë profesor ose kam ikur në një kurs pikture. Gjithë kjo punë ka qenë falmeje dhe pasionit tim që kam për pikturën. Një Eduard Rokitje vërtet shumë e Bravo, madhe. bravo. Ore se tani u kujtova unë. Profesor, po kush është ky profesor po zotëri? Profesori është babi im, Drini Difo, Bravo. mjeshtër i pikturës. E përshëndesim profesorin. Ka rritur një djalë talent, me plot gojë talent, dhe unë shpresoj që ti brez pas breze ta përcjellësh. Patjetër. Te fëmijët e tu të një për Patjetër, kjo është trashëgimia. trashëgimia, atëre. Siç e ka për babi me ne për shembull. Një pyetje. Sa kohë zakonisht me një pikturë dhe si vendos se kur është gati? 5 orë besoj se është e pakta. 5 orë, 5 orë për një pikturë. 5 orë. Sepse do të fokusohesh shumë. Edhe ishte pyetja kur mendon që është gati? Po. Ajo dallohet, kupton, ajo dallohet me sy. Pastaj po t'i futemi më thellë, të merresh jo po detajet, jo po do mbi 10 orë. Mbi 10 orë. Shumë do të fokusohesh. Dhe sa lodhëse dhe stresuese është një Po, pikturë për ty? Të lodhet shumë shikimi. Do të kesh shumë durim. Atëre, të dashur shikues dhe ju që na ndiqni live këtu pranë nesh, kameramanët domethënë, dua të prezantoj një njerëz shumë të veçantë për këtë emision. Po shumë të veçantë, dhe ajo është Athalia Koçi. Atëherë përshëndetje miq të emisionit Sfida Rinore. Ishim në një pauzë të shkurtër pasi me Devin menduam që ta formulonim këtë emision në këtë lloj mënyre për ta bërë edhe pak më të veçantë nga emisionet e tjera, pasi me të vërtetë sot në studio kemi dy talente të cilat Devi deri tani ju ka prezantuar. Atëherë, Rodeni dhe Luciana. Sepse unë po e ndiqa emisionin nga pas kamerave dhe isha shumë e surprizuar të dëgjoja të gjitha elementet të cilat ata përshkruan. Por, gjëja e parë që dua të bëj një pyetje që besoj se Devi e harroi kur u surprizua nga këto piktura të mahnitshme, do e dija, keni dy emra të cilat nuk kam dëgjuar shumë shpesh. Luciana pak më ndryshe, edhe emri im është Debra që nuk e dëgjoj fare, kështu që isha shumë kurioze të dija se si ka ardhur ideja për emrat tuaj. Do me thënë ka të bëjë me artin, apo është thjesht një histori familjare? Të hym pak më thellë në këto gjërat. Si mendoni, do na thoni? T'ja nisim emrin tim? Po. Emri im po themi që është histori familjare, Okej. po në qoftë se po flasim për artin është një skulptor francez. Oh, okej. Po. Nga jo besoj sa bazuar. Nuk e pyetur ndonjëherë? Si mund të mos jesh interesuar të dish kur ke pse ta kam në emrin, se ta kanë bërë. Rëndësi ka që është emër i bukur. I veçantë, okej, në rregull. Luciana, po ti ke ndonjë histori të Histori familjare, nuk është se është ndonjë piktore ose piktor. E kuptova, okej. Se kur erdhi Luciana në studio, po mendoja gjatë gjithë kohës, ti thosha që të më bënte një portret. Dhe ja thash dhe besoj se do ma bëj, kur të ma bëj do ju a tregoj të gjithë dhe juve nga ekrani, do vi këtu me atë portretin dorë, do i them, shikojeni se kam dhurat nga Luciana këtë. Ndërsa Rodin, çdo lësh dhurat studios tonë ti? Studioja juaj meriton besoj një peisazh shumë, peisazh i thënë që Me lapsa? po që patjetër bardhëzi patjetër. Ti je i lapsit. Lapsi gjithmonë. Mendoj kam folë profesor Gentianin, po që po mendojmë akoma. Okej, në Ka rregull. kohë që mendojmë, po Do me thënë. do një gjë shumë perfekte që të ngelet për shumë kohë, kupton? E kuptoj. Ti me profesor Gentiani bëni nga këto marifetet. Po patjetër. Nga këto intrigat Po, tuaja. Okej, në rregull. Kam një pyetje tjetër që
sepse po ja akumuloja në mendjen time, domethënë gjatë kohës që Devi po ju pyeste, dhe e dia. Luciana, tek piktura që tregove, mund të na i tregosh prapë atë me pemën? Me pemë. Po. Tani, ti the që ngjyra rozë është ajo e cila ti nuk është se e preferon më së shumti. Po. Por, te kjo pikturë ti ke përdorur ngjyrën rozë, a ka ndonjë arsye specifike se pse? Në fakt më ka pëlqyer tek peizazhi, më është dukur i bukur. Okej, sa ti nuk ka vetëm rozë, ka kombinime të Leilazet ose mos marr vesh. Nga kjo pjesë nuk marr vesh, kështu që nëse bëj ndonjë gabim më korrigjoni, po që mendoj se ka dhe Leila. Okej, në rregull. Atëherë, pikturat tuaja flasin goxha dhe duket qartë azi, për mua të pak më jam këtu në studio, po besoj edhe për ata që na ndjekin nga ekrani. A ka ndonjë mesazh të fshehtë ato ose pyetja tjetër që mund të ishte më troç themi ne? A keni një muzë? T'ja nisi me vizatimet. Okej. Le të themi që te portretet nuk është se mund të ketë diçka të veçantë, kupton? Si puna e kësaj, si e Tesles, portretet më shumë ta japin do të vizatosh, po. Hyrë te portreti direkt. Ndërsa pasaj peizazhet, siç i bën vajza, ato mund të fshehin diçka, kupton? E kuptoj. Te portretet nuk zbesoj se ka diçka. Okej, po pse? Okej, pyetja ime është për ty Roden, duke qenë se përgjigja jote nuk më pëlqeu shumë. Bëj shaka. Pyetja ime është, përse ti ke vendosur të na sjellësh vetëm portrete sot në studio? Është e vetmja gjë që ti vizaton? Po. E vetmja. Dhe pse? Le të themi më së shumti. Pse merresh vetëm me këtë më së shumti? Varet se si të fikson në moment, kupton? Mirë, okej, në rregull. Ne të letërsisë kemi ose poezi ose prozë, kështu që nuk është se lodhemi kaq shumë. Po ti Luciana? Me thënë cila është ajo muza jote të cilën të bën që të pikturosh? Ne për shembull, të cilët shkruajmë, kemi netët me shi, vendet e qeta me diell. Do me thënë, cila është ajo muza jote e cila të frymëzon? Në fakt, më vjen ndjesia për të pikturuar, dal në një vend të qetë edhe shpreh talentin tim. Okej, do me thënë ato të cilat ti nuk i thua dot me fjalë, thjesht I shpreh me art. Telajo. Po. Okej, i dim dhe fjalën Telajo. Nuk kemi kaq rënd sa mendonin. Atëherë, cila është ëndra juaj më e madhe në art? Dëshironi që në të ardhmen të bëni piktor, skulptor, çfarë ka tjetër? Këto jam më kryesor nëse. Okej. Unë dua të ndjek rrugën e babait që njihet si piktor në rreth, jo vetëm në rreth, po në shumë vende. Dhe po, dua ta trashëgoj trashëgimin si i quhet. Okej, në rregull. Në brezat e arshëm. Është në hapat e ti. Po, patjetër. Okej, kjo është gjë e bukur. Është e para domethënse dhe e dyta është diçka të cilët të rinjtë sot nuk është se e shprehin ose e kanë këtë pjesën e trashëgimisë, domethënë ëndrat e tyre. Po ti Luciana? Unë sigurisht që do vazhdoj universitetin, por edhe pasionin tim për pikturën do ta vazhdoj, domethënë, dhe do vazhdoj që të pikturoj. Domethënë ti nuk do vazhdosh për pikturë. Po. Okej, në rregull. Ëndra lënë sirtar. Sa gjë edhe un kam plot. Atëherë, si ndjeni sot fillimisht jeni në emisionin sfidarinore me mua dhe me Davin? Si era parë që ishe kamera, jemi pak në siklet, kupton? Unë do doja që më thëshit fare. Patjetër. Ajo është pjesë e emisionit. Sepse jo, nuk është patje puna, po dikush më ka thënë jo për të ngritur vlerat vetes, po e them për Davin, me që Davi s'është këtu tani, po na ndin nga jashtë. Dikush ka thënë që një moderator i mirë është ai që të bën të ndjesh komfort në emision. Po e them për Davin. Davi është një moderator i mirë sepse ju bëri të ndjeni komfort. Kështu që unë dua që ju të mos ndjeni as pak të emocionuar, sepse jeni shumë të mirë në punën që bëni dhe duhet ta prezantoni atë, duhet të njiheni për atë që bëni. Po. Luciana, po ti si ndihesh sot para kamerave? Kam pak emocione. Okej.
Të tërë kemi pak emocione kur dalim para kamerave. Nuk Po, në hanë, por që... Është hera e parë. Okej, në rregull, ka gjithmonë një herë të parë. Çfarë thon familjarët tuaj për punën dhe pasionin tuaj për pikturën? A ju mbështesin? Ty të di, Patjetër, si që se e tham. përmendë shumë herë. Patjetër që më mbështesin dhe më thonë që ta vazhdoj artin. Okej. Janë ata, do me thënë, ata cilët të kanë shtyrë që të vish sot në emision për shembull, për Po. të prezentuar artin tonë? Po, sigurisht, familja ime. Okej, përshëndesim familjen Lucianës. Se di që do shohim emision nga emocionet për vajzën e tyre. Ju përshëndesim. Nuk e di, këto pikturat janë të mrekullueshme. Por, pyetja tjetër, nëse do kishit një ekspozit personale, çfarë titulli do t'i vinit dhe pse? Kjo ishte pyetje bukur. Pse është e Po, vështirë? Ishte pyetje e goditur. Po Çfarë që e vinit? duke parë dhe vizatime, titulli im mund të jetë tjetër dhe i gocës tjetër. Normal, ajo Sepse ndryshojnë është shumë. preferenca, normal. Edhe ju e Po që- shikoni... Duhet e menduar ky titull. Okej, po të lë 5 sekonda këtë të mendohesh. 1, 2, 3, 4, Me art flet. po me art, me art flet. Jo me fjalë. Okej, në rregull, është e bukur. Me kaq pak kohë besoj se ishte e goditur. Arti flet. Po. Po ti Luciana, kishe 10 ti se bëri 5 të tjerë. Çfarë titulli mund t'i vi ekspozitës tënde një të ardhmen nëse ti bëj një ekspozitë? Natyra e qetë. Okej, duke qenë se ti je tek pjesë e peizazheve më së Po. shumti. Okej, më pëlqen. Më pëlqen që nuk jeni vetëm në pikturë, po edhe në fjalë. Jeni të gjithanshëm. Atëherë, si e përjetoni ju frymëzimin? A ju vjen në raste të veçanta apo gjatë gjithë kohës pikturoni? U mendoj se frymëzimi do vjen varet edhe nga gjendja si e, kupton? Si e shpreh. Po. Dhe në rastin ton, goca mund ta shpreh me peizazhin, atë që ndjen, nuk e thot dot me fjalë, kupton? Aty është frymëzimi. Varet nga gjendja, E kuptoj, Luciana? sipas meje. E vërtet varet nga gjendja emocionale, frymëzimi të vjen atëherë kur ti e ndjen dhe do ta shprehësh në pikturë. E kuptova. Do Pastaj me thënë, mund të vite kot sekondë, kupton? Je në klasë Po. apo me laps. e mirë në klasë vizatim të tërë, unë për shumë dhe kam kish me firmat. E lë firmën në vend e pa vend, kështu fa për direkt. Ju të bëni në klasë aty, vizatoni 3 kënqa? Në klasë Ato 2 minutë. varet si është gjendja dhe në klasë. Okej. Në rregull. Atëherë, na tregoni pak për një nga punimet që keni sjell sot. Një të veçantë, dua të zgjidhni të dy një të veçantë. Zgjidheni fillimisht. Ja. Gjithsesi. Atëherë, e zgjodhët. Po. Tani dua të më thoni se çfarë përfaqëson ajo pikturë për ju. Si që thash, portreti nuk e se përfaqëson diçka të madhe, kupton? Sepse në momentin që ti pikturon dikë do me thënë që ai dikush ka një rëndësi për ty. Patjetër. Ose është një frymëzim për ty. Ose varet dhe arsyeja pse për çka ke bërë, kupton? Pikërisht, pse e ke bërë ti poradecin? Thjesht u organizua një ekspozit Po? ku nevojiteshin si për shumë shkrimtar, shkencëtar, lloj-lloj. Edhe unë zgjodha plasdushin. Do me thënë nuk është se ishte diçka Kam bërë plot, kupton? Po që ky më pëlqeu më shumë mënyra se si e kam vizatuar. të dalim pak jashtë asaj pyetjes, jashtë kontekstit të saj. Roden, cila është ajo teknikë që ti përdor për të vizatuar, për të bërë portretet? Po portretën e veçantë. Unë unë përdor vetëm lapsin, laps gom, do me thënë elementaret, kupton, për të bërë një vizatim. Po je që i marrësh ngjyrat, Do me thënë, të kesh një laps që unë mezi shkruaj, ishte shaka se shkruaj, nuk jam analfabete. Të kesh një laps dhe të bësh këtë, unë vizatoj vetëm disa 3 kënqa në bank që duhet të shkoj t'i pastroj nesër në mëngjes. Po që po, ndihem me vërtet shumë e paftë për momentin në raport me lapsin. dhe përdor më shumë lapsin sepse vizatimi i bardhëzi më duket se jep më shumë pesh, kupton? E kuptova. Nëse tregojnë tani te kamerat, më duket se jep më shumë pesh, prandaj më pëlqen. E kuptoj. Po ti? Ma më pëlqen më shumë që të përdor ngjyrat,
më së shumti ngjyrat e ngrohta dhe ato tregojnë lumturinë dhe ndjenjen që shprehin në pikturë. E kuptova. Okej, pas keni të dy këndvështrime të ndryshme për pikturën, po që është gjë e bukur, sepse shumëshmëria është gjë e bukur. Kjo është e bukur e artit, Po, që ka njerëz, me të vërtet. Dhe është me të vërtet shumë e veçantë. po pra. Ndaj, më pëlqen domethënë që jeni të dy persona të cilët jeni të kundërt me njëri tjetrin sepse na tregoni faqet e dy monedhe. Një monedhe, domethënë, dy faqet e një monedhe. Po që të dy përfaqësojmë artin. Kjo është e bukura. Të gjithë që merren me gjërat e bukura përfaqësojnë artin. Edhe u mendoni për çfarë përfaqësojmë artin, mos na nxjerrni tani kështu fare jashtë emisionit, ju lutem. Atëherë, nëse do të pikturoni një ndjesi apo një emocion, cili do të ishte dhe si do ta paraqisnit ju atë? Ka shumë ndjesi ose emocione, po që le të themi lumturinë. Okej? Lumturia shpret në ngjyra. Jo si e kam unë zakon, si peizazhet e gocës për shembull. Lumturia, Po ti pse s'ta flet për të tua? Çfarë ndjesi e ke ti kur pikturon? u thjesht fokusohem aty, nuk mendoj asgjë tjetër, kupton? Thjesht do ta bëj sa më do të kapem në detajet. Do ta nxjerr sa më fikse dhe mundur. Okej, në rregull. Për ty domethënë ka të bëjë shumë mënyra se si nxirret Po, normal. piktura. Ndërsa për Lucianën ka të bëjë më shumë mënyra se si ti e shpreh. Si shprehet tek njerëzit e tjerë Po, si se si marrin ata dikush tjetër pikturën. e percepton pikturën tënde. Okej, në rregull. Atëherë, a keni menduar ndonjëherë të lidhni artin me ndonjë kauzë sociale? Ka menduar ta lidh me ngjarjet që ndodhin, kupton? Në këtë shoqëri. Por që është shumë e vështirë ta lidhësh. Vetëm me art nuk shprehen të gjitha. Normal, Shumë e vështirë. normal. Por që kemi tentuar. Atëherë, se e vura re që e përmendë shumë të dy dhe doja të pyesja, në shkolla ndihmon talenti juaj në lëndë si letërsia ose historia, ose lëndë të tjera? Patjetër, kjo është një ndër kryesorët. Ne marrim pjesë në shumë organizime ose aktivitete që bëhen në lidhje me fshatin ose me shkollën. Shkolla Muhamet Gjolesha që shkollohemi ne. Edhe nuk i lëm kurrë që t'ja na shkallojmë këto aktivitete, kupton? Sepse aty ne tregojmë, nxjerrim emrin e shkollës dhe emrin ton. Në pa. Normal. E njëjta gjë, shkolla krijon shumë aktivitete ku ne shprehim talentin ton në lidhje me tematika të ndryshme, të caktuara. Do me thënë, kjo është dhe një pikë frymëzimi për ju. Po. Për të vazhduar. Është gjë e mirë që shkolla ju motivon që ta vazhdoni pasionin tuaj dhe talentin që ju keni, sepse Po, keni një sigurisht. talent shumë të madh që nuk duhet hedhur poshtë. Atëherë, cila është ajo pikturë që nuk do ta harroni kurrë dhe pse? Mona Lisa? Si që përmenda. Se nuk ishim bashkë kur e përmende. Jo. Unë prapë e dëgjova. Piktura që nuk do harroj është ajo me nënën dhe të birin. Okej, e përmende edhe këtë më përpara. Më bëj qefi domethënë që keni të dy një pikturë të cilën e veçoni nga të tjerat, Po. por jam shumë kurioze se pse e veçoni. Siç e tham, ajo që është më vështira që fokusohem më shumë, ajo është dhe ajo që e do më shumë. Po mirë, kam një pyetje shumë të thjeshtë. Ti ke përmendur gjatë gjithë emisionit son Mona Lisa, si nuk na arson Mona Lisa ta shikonim dhe ne të tjerët? So disa të tjera kupton, po që Më të rëndësishme. Në fakt këtë ide e kam pasur nga shkolla dhe e kam bërë për ditën e 8 marsit. Po. Dhe atje duket qartë dashuria që shpreh nëna për të birin. Okej, në rregull. Ku e shihni ju veten pas 5 vitesh? le të themi pasi kemi mbaruar shkollën normal. U mendoj t'i futem rrugës së artit. Po. E besoj se do dal diku. Do dal diku? Besoj se do dal diku në jetë. Në rregull. Rrugë e artit, nëse djeg kulturën, artin, nuk besoj se të lë kur keq. E kuptoj. Është diçka që të mbush me jetë. Po, dua që njerëzit të më respektojnë dhe të më njohin për atë që jam dhe kam qenë. Edhe do të jem. Dhe normal për atë që jep ti në komunitet dhe në kulturë dhe në Patjetër. art. Po. Por për ty Luciana? Nuk e di, ardhmja është e parashikueshme. Mendoj që të vazhdoj shkollën, sigurisht, por edhe pikturat e mia sigurisht që do vazhdoj që të vizatoj dhe të pikturoj. Okej, në rregull. Tani, gjëja e fundit që doja nga ju të dy. A keni një mesazh për të gjithë ata të rinj të cilën janë të talentuar, qoftë në pikturë, qoftë në gjëra të ndryshme që lidhen me artin? Çfarë këshilla keni ju për ta? U vetëm doja të thojaj se do ta marrin iniciativën, ashtu siç e bëm ne, pavarësisht kamera,
Duhet u thoja vetëm që mos të dorëzojnë atë që duan, ndjejnë edhe shprejnë artë, kupton? Kaq. Okej, në rregull, ishte e bukur. Mos të dorëzojnë kur dhe të vazhdojnë pasionin e tyre pavarësisht gjithçkaje. Në rregull. E para, dua t'ju falenderoj shumë. I falenderoj të gjithë të ftuar që vinë këtu për emisionin, por juve dua t'ju falenderoj përveç kësaj, dua t'ju falenderoj në atë të parë për kushtimin që jepni në talentin që ju keni, sepse është me të vërtet një punë për mua të paktën që nuk marr vesh fare, është një punë kolosale, që të jesh gjithkohës duke pikturuar e të bësh piktura të bukura që vlejnë dhe që kanë një impakt tek njerëzit e thjeshtë si tek unë. Dhe ju them një bravo të madhe për këtë pjesë. Shumë faleminderit. Dhe gjithashtu, së bashku, bashkë me Devin që nuk është këtu tani, përshëndesim dhe ju miq nga ekrani që na ndihni çdo të premte. Ju falenderojmë.